Po që në gjykimin tim, se kam kështu... Nuk quhen hajdut ata. Intuit profesionale... Si quhen, politikan? Jo me politikan edhe njerëz me poste, çunat ose vajzat e baballarëve me lek, na konkurrojnë pa drejtësi fëmijët sot tash. Do ta fillojmë ke shtëpia që një shtëpi 4.000 euro metri katror nuk blehet, do të si duash domethënë. Modeli që i afrohet shoqërisë sot nuk është modeli qytetarëve të shëndetshëm. Është modeli Ajdutit, po thonë. Okej, po mirë. Kam një problem shumë të madh në këtë, Leonela do të ndërpres. Ne nuk mund të paragjykojmë njerëzit që punojnë, vënë lek me djersën e tyre dhe ky etiketimi që ti ke bërë parat ka biznesi. Ti instinktivisht Jo. Tashti, do të them një studim para se të vija këtu. Të gjithë punojmë, unë kam një lloj nivelin profesion, tash çfarë gjithë punojnë tash. Jo, nuk e vë në dyshim. 16 vjeçar, 18 vjeçar, 100.000 euro BMW tani hyje njëra saj. Nuk jam kundra kapitalizmit unë. Bravo se. Nuk se u duk sigurisht e kundër kapitalizmit. Ashtu është në një burg shteti që tall pensionistët e kupton dhe vazhdon e vjet për vetë. Jo, absolutisht. Edhe tjetra. Edhe ndoshta edhe për nivelin më të lartë imperializëm, po problemi është që jemi në gjendje ta dallojmë ose dim për shembull. Nuk e di, base juve... Disa statistika në Itali, po u a them shpejt e shpejt. Po për mua nuk afron modelet. Vjedhjet në Itali ishin shtuar kohët e fundit, dhe doni ta dini kush ishin të parët që vjedhin më shumë? Shqiptarët. Jo, italianët vetë. Italianët vetë. Pastaj vinin shqiptarët. Po normal, më si të... që ne jemi gjithë hajdut është... Jo, po italianët 60 milion. Normal që kanë më shumë. Është në natyrën njerëzore që ku ka të marri. Patologjike dhe jo patologjike. Nuk më nalin qik këto. A dim pse vjallin Itali? Sepse kodi penal italian, hajdutin e lëshon mas 6 muajve. Tani, o do e mbash në burg, ose do bësh një kod penal që ti po të zuna të vjallë nuk bësh 6 muajve. Kuptoj, por ne themi vjedhin vetëm shqiptarët, nuk duat t'i hy justifikime. Më lem të marrë. Duat të them që nuk është vetëm një fenomen, si me thënë, absolutisht shqiptarë. Jo. S'lindi komo.